përshfaqet në aeroportin e Vlorës. Nuk marr anë të asnjë pale, sepse janë institucionet tjera ato që duhet vlerësojnë. Por vetëm një gjë ju garantoj, se mënyra se si po vepron Edi Rama shkon sipas atyre të dhënave që kam në një gjob jo më pak se gjysmë miliardi euro kundër Shqipërisë. Në aeroportin e Vlorës mund të ketë kundërshtira midis ortakëve. Por ndërhyrja e shtetit kundër atij që është investitor kryesor përbën një akt të merrsisht të rëndë dhe jep atij të drejtën për një dëm shpërblim që mund të shkojë në spaku 500 milion euro. E gjitha kjo bëhet për këtë arsye. Kush fshihet pas kësaj, zoti Berisha? Edi Rama, as kush tjetër të garantoj. Po tjetë kryeministër, po nuk mund të bëj kurrë. Kjo është vetëm e Edi Ramës. Pra Edi Rama pret në Bexhet Pacollin? Kjo është tjetër ku ka besë Edi Rama, mor. Po ku nga Osman, të lutem, korrigjoje. Po nuk kërkot besë ati, nuk bëhet fjalë për besë, por problemi këtu ka një interes publik, sepse po pse përzihet Edi Rama? Se është aksioner. Është kontrata, unë ja u kam thënë, ja u kam denoncuar disa herë. Ku është çështja tani? Çështja është tek 130 milion euro të kontratës. Sipas kontratës të pashembullt, qeveria shqiptare i paguën kompanisë çdo vit për 13 vite 10 milion euro biletat munguara. 10 milion euro biletat munguara. Sepse për të vjedhë këtë duhet të thonim që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit.